Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Zvendës kryeministria dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspektoi punimet për zgjerimin e rrugës hyrëse në Ksamil, një investim i rëndësishëm që synon të përmirësojë qarkullimin dhe sigurinë gjatë sezonit turistik. Muzeu i Djathit në Grapsht të Dropullit është kthyer në një atraksion për vizitorët vendas dhe të huaj. Pushteti vendor ka caktuar një punonjës dhe ka marrë masat e duhura në mënyrë që muzeu të jetë funksional. Tepelena po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj që vinë për të zbuluar bukuritë natyrore dhe historinë e pasur të këtij qyteti. Në materialin në vijim do të njiheni me përshtypjet e vizitorëve, të cilët e konsiderojnë Tepelenën një destinacion të veçantë dhe plot vlera. Rritet në 40% numri i vizitorëve vendas dhe të huaj në përmet, kjo krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Këtë fakt e bën të ditur operatorja e turizmit Eneida Brahimi, e cila shton se ka interes të lartë për zhvillimin e sporteve ujore dhe vizitueshmërinë në objektet e kultit. Ju njohim tani më gjerësisht zvendës kryeministria dhe njëherë azi ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka inspektuar punimet për zgjerimin e rrugës hyrëse në Ksamil, një investim i rëndësishëm që synon të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin dhe sigurinë gjatë sezonit turistik. Projekti parashikon kthimin e aksit në 3 korsi dhe ndërtimin e elementeve urban si trotuar, ndriçim dhe korsi për biçikleta. Kjo rrugë panoramike pritet që të përfundojë në pranverin e vitit 2026, duke i dhënë një impuls zhvillimit të turizmit në rajonin jugor të vendit. Zvendës kryeministria dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspektoi kantierin e punimeve për zgjerimin e rrugës hyrëse në Ksamil, që synon të lehtësojë fluksin e qarkullimit të mjeteve gjatë sezonit turistik. Balluku tha se projekti për këtë aks rrugor në 1.6 kilometrat e para e kthen rrugën në 3 korsi duke i dhënë një shpejtësi tjetër qarkullimit të mjeteve, ndërsa në 2.6 kilometrat e tjera në vijim, rruga kthehet me 2 korsi të kategorisë C interurbane. Në zgjerimin e rrugës Ksamilit, një nevojë që ka lindur për shkak të gjithë fluksit të shtuar turistik dhe një kërkesë e Bashkisë Sarandës për të ndërhyrë me njëherë, u mor parasysh kjo nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe nga ARSH-ja, duke arritur kështu dhe duke pasur një projekt të plot, i cili në 1.6 kilometrat e para e kthen rrugën me 3 korsi dhe duke i dhënë një shpejtësi tjetër dhe duke pasur parasysh gjithë bllokimin që ka pasur zakonisht në këtë aks, ndërkohë që 2.6 kilometrat e tjera janë me 2 korsi, flasim për kategorisë C, por që kemi edhe disa vepra arti, të cilat janë të vogla për të thënë të drejtën, por që kanë një funksion shumë të rëndësishëm në këtë vepër. Ajo apeloi për respektimin e afateve dhe për përfundimin e punimeve deri në prill të 2026-s, duke qenë se në Shqipëri është zgjatur sezoni turistik, siç tha Balluku, do të donim që kjo rrugë të ishte gati para fillimit të sezonit turistik 2026. Respektohet afati kontraktual, pra mos jetë pas prillit, duke qenë se tashmë sezoni në Republikën e Shqipërisë ka filluar të zgjatet në kohë, dikur fillonte në qershor dhe përfundon në fillim shtatorit, tashmë fillon në prill dhe përfundon në fund të tetorit, ndaj ne do deshim që të gjitha këto zona turistike të kishin gjithçka të përfunduar para se të fillojë sezoni 2026-s. Ndërkohë ne jemi duke bërë edhe një sër ndërhyrjesh për mirëmbajtje apo ajustime në të gjithë vijën bregdetare. Balluku tha se po vijon mirëmbajtja e akseve rrugore në hyrje të tunelit të Llogaras Dërmi Palas, si dhe në rrugën tradicionale të Bregdetit, që në këtë sezon veror frekuentohet nga fluksi shtuar i turistëve. Ajo bëri të ditur se në planet e reja është ndërtimi i aksit rrugor tuneli Llogaras Sarand, që quhet rruga e Bregut, ndërsa aktualisht po vijohet me mirëmbajtjen e saj për shkak të fluksit të shtuar të qarkullimit gjatë këtij sezoni veror. Muzeu i Djathit në Grapsht të Dropullit është kthyer në një atraksion për vizitorët vendas dhe të huaj. Pushteti vendor ka caktuar një punonjës dhe ka marrë masat e duhura që muzeu të jetë funksional.
Para disa javësh Dropullit i është shtuar një tjetër atrakcion, i cili lidhet me rrugtimin e prodhimit të blegtorëve dhe promovimin e agroturizmit. Vizitorë vendase të huaj mund të informohen me të dhëna dhe detaje të ndryshme për sa i përket sektorit të prodhimit të bulmetit. Muzeu i Djathit, i ndërtuar në godinën e shkollës fillore të fshatit Grapsh, shuan kurrëqen e gjithkujt që ka mungesë informacioni për bulmetin e Dropullit dhe të Pogonit. Muzeu i Djathit është një muze që është krijuar këtë vitin e fundit në fshatin Jorgucat të njësisë administrative Dropulli Poshtëm. Është një aset që është shtuar me mundësitë dhe muzet e tjera që ka Bashkia e Dropullit. Është një aset i shtuar dhe ka filluar që vizitohet nga turistë jo vendas, por dhe turistë të huaj. Pushteti vendor ka atashuar një punonjës i cili është edhe përgjegjësi i Muzeut të Djathit. Ka shumë interes, vizitor ka shumë interes për turizmi, agroturizmi që është i parë në Bashkinë e Dropullit, sepse këtu është vetëm agroturizmi dhe turizmi kishtar. Në fillim është agroturizmi dhe pastaj turizmi kishtar është më e rëndësishme në Bashkinë e Dropullit dhe Pogon. Bashkia e Dropullit e ka përfituar këtë muze pa qenë pjesë e projektit përkatës të Bashkimit Evropian, por ka vënë në dispozicion të projektit një objekt të restauruar social-kulturor. Tepelena gjithnjë më shumë po tërheq vëmendjen e vizitorëve të huaj të cilët vijnë për të zbuluar bukuritë natyrore të kësaj zone. Në materialin në vijim do të ndiqni përshtypjet e tyre të cilët e konsiderojnë atë si një destinacion të veçantë dhe plot vlera. Qyteti i Tepelenës po shndrohet gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për turistët e huaj. Vizitorët që vijnë nga vende të ndryshme të botës shprehen të mahnitur nga bukuria natyrore që ofron zona, me peizazhe malore dhe lumin vjosa, duke krijuar një atmosferë unike relaksi. Ata shprehen se ky qytet ka potencial të madh për t'u promovuar si një nga pikat më të rëndësishme turistike në jug të vendit. Është hera e parë që vim në Shqipëri, kemi vizituar disa qytete dhe sot do të qëndrojmë në Tepelen, një qytet që na bëri për vete sapo e pam. Ka një natyrë të mrekullueshme, me male rreth e rrotull, dhe ajo që e bën akoma më të veçantë është lumi vjosa. Më pëlqen shumë pamja që ofron qyteti, si dhe njerëzit këtu janë mjaft mikpritës. Me ne janë sjell shumë mirë. Ushqimi tradicional gjithashtu është shumë i shijshëm. Do të rikthehemi përsëri me familjarët tanë. Besoj se edhe aty do t'ju pëlqej shumë. We brought my brother. Për mua është hera e dytë që vi në Tepelen, është një vend i këndshëm. Këtë herë kam sjell edhe vëllain tim. Një vend që të relakson, me pamjen që të ofron prania e lumit vjosa e bën edhe më të veçantë këtë vend. Përveç natyrës, turistët vlerësojnë edhe trashëgiminë historike dhe kulturore të Tepelenës. Një vend me histori, nga sa mësuam edhe me traditë të pasur kulturore. Do të vizitojmë edhe Kalane Alipash Tepelenës, sepse e kemi parë fotografi dhe duam të mësojmë më shumë rreth saj. Më vonë do të shkojmë edhe në disa fshatra të Tepelenës, nga sa kam parë janë me të vërtet fantastik. Cafeterias, really nice views. Tepelena vazhdon të mirëpres vizitorë të huaj që çdo vit shtohen në numër, duke e kthyer këtë qytet në një shembull të suksesshëm të zhvillimit të turizmit kulturor dhe natyror. Rritet me 40% më tepër numri i vizitorëve në qytetin e Përmetit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këtë fakt e bën të ditur operatorja e turizmit në këtë bashki, Eneida Ibrahimi, e cila shton se ka interes të lartë për zhvillimin e sporteve ujore dhe se vizitueshmëria është e lartë edhe në objektet e kultit. Sezoni veror ka sjellë një rritje të ndjeshme të vizitueshmërisë në destinacione turistike në zonën e Përmetit. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, fluksi turistëve është rritur në 40%, bën të ditur operatorja e turizmit Eneida Ibrahimi. Sa vjen është në rritje, më së shumti janë gjermanë. Krahasuar në një vit më parë, vizitorët janë në rritje me 40%. Po, gyda turistike është ndihma më e madhe që mund t'i jepet, po pa mundësi me harta ose me flet palosje. Sipas Ibrahimit, me interes të veçantë këtë sezon, janë sportet ujore dhe disa destinacione të tjera të preferuara që po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e vizitorëve. Më shumë janë ujëra termal, kishat, këto vendet e shenjta, hiking, edhe rafting është në masë. Operatorët e turizmit rekomandojnë që vizitorët të shoqërohen nga guidat të specializuara për të siguruar një eksperiencë më të sigurt dhe më të këndshme gjatë qëndrimit të tyre.
Në kuadër të 81 vjetorit të genocidit mbi popullsinë çame, komuniteti çam nga Shqipëria dhe diaspora u mblodh në pelegrinazhin solem në varrezat monumentale të Kloqerit të njohura si Trëndafili i Çamërisë. Ky takim është një akt kujtese dhe respekti për viktimat, por edhe një përbetim për të kërkuar drejtësi dhe për të mbajtur gjallë identitetin dhe historinë çame. Si çdo 27 qershor, përfaqësues të komunitetit çam, të ardhur nga vende të ndryshme të vendit dhe nga diaspora, u takua në pelegrinazh në varrezat monumentale të Kloqerit të quajtura Trëndafili i Çamërisë. Kontakti i parë ka nisur nga rikujtimi emër për emër i atyre që dhanë jetën gjatë dëbimit masiv të ushtruar mbi popullsinë çame. Qindra emra të jetëve të humbura gjenden të gdhendura në murin e varrezave monumentale të emëruar Trëndafili i Çamërisë. Zerva në Greqi, ditën e parë tha që gjithë shqiptarët janë këtu, të hapin dyqaneta e të punojnë deri në ora 12, pastaj dha urdhë çkapi burra i theri si keca. Kemi ndjekur nga trojet tona. Prindrit e mi kanë ardhur me 3 fëmijë, me 2 vëllezër nga Çamëria edhe me motrën. Mes të pranishmëve tërheq vëmendjen një grua që ka ardhur në pelegrinazh me kostumin karakteristik të gruas çame. Këtu kam ardhur të kujtoj të gjithë njerëzit e babait dhe të mamas që janë vrarë rrugës së genocidit duke ardhur në Shqipëri. Atje kam 12 veta të vrarë. Kam ardhur në këtë ditë për të kujtuar këtë partë e mi. Ish deputeti Dashamir Tahiri tha se çështja çame do zgjidhje diplomatike dhe se çamët janë më të organizuar dhe nuk do t'i lënë punët në duar të një njeriu. Çështje që do një zgjidhje diplomatike. Bisedimi i dy shteteve do të sjellë dhe zgjidhjen e këtij gërçi. Por çamët janë riorganizuar me këtë që pat sot dhe do riblidhen më mirë, më saktë. Për herë të parë Ardit Bido ishte në këtë pelegrinazh si deputeti zgjedhur i qarku të Vlorës. Shqiptarët e Çamërisë humbën jetën 81 vite më parë, u dëbuan nga trevat e tyre anëtare, u zhduk një pjesë e historisë së tyre në Çamëri, vetëm për një arsye, vetëm pse ishin shqiptar. Dhe ne kemi për detyrë të gjithë shqiptarët. Shqiptarët e Çamërisë veçanërisht, po gjithë ne të tjerët, për të përkujtuar gjithë të viktimat pafajshme, sepse secili prej nesh mund të ishte në vend të tyre. Nëse do të ishte në atë kohë, në atë vend, do të pësonte të njëjtin fat. Programi i pelegrinazhit në kuadër të 81 vjetorit të genocidit mbi popullsinë çame u mbyll me një manifestim paqësor në mbrëmjen e ditës së djeshme, kur në afërsi të pikëkalimit kufitar të qafbotës u manifestua me pankartën e kërkimit të drejtave të çamëve, duke lëshuar në ajër 81 balona me flak qiriri në simbol të 81 viteve që kanë kaluar nga ushtrimi i genocidit grek mbi popullsinë çame. Në kuadër të veprimtarisë përkujtimore, heshtja vret organizuar në Sarandë në nder të viktimave të genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë rikthehen zërat e të mbijetuarve që sjellin dëshmi rënqethëse nga kujtimet e dhimbshme që kanë. Kjo ngjarje nafton të reflektojmë mbi rëndësinë e ruajtjes dhe kujtesën historike. Gjithashtu të kërkojmë edhe drejtësi për veprimet e kryera. Përmes rrëfimeve të tyre, dëgjojmë thirrjen për të mos harruar dhe për të mbajtur gjallë identitetin dhe të drejtën kombëtare. Heshtja vret. Ky ishte titulli i veprimtarisë përkujtimore të organizuar në Sarandë në nderim të viktimave të genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë, për të mos harruar krimin historik ndaj kësaj popullsie. Kemi nisur ditën e sotme me një aktivitet në sallën e Bashkisë së Sarandës, ku kishin të ftuar 2 nga të mbijetuarit, të cilët rrëfyen ngjarjet personale të familjes së tyre. Ata treguan për tragjedinë e familjes së tyre, por nëpërmjet tyre erdhi zëri i gjithë të rëndëve, erdhi zëri i të gjithë atyre familjeve çame që përjetuan një nga tragjeditë më të tmerrshme që ndaj kombit shqiptar, siç është ajo e genocidi i grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Babai im ka ardhur që në luftën e Vlorës në batalionin Muharrem Rushdit, në luftën italo-shqiptare. Mbasi nuk u kthiem tutje, kom se kishte asmëri me Gregorit aty, edhe u stabilizuan Delvin.
Atje qëndroj, u martua ati, dhe atje jemi sot neve. Jemi 5 vëllezër, me motër, edhe jetoj me fëmija, me nipër, për nipër. Kam lindur në paramithit Qamëris dhe në qershor të 44 isha 7 vjeç. Më narkofashistat grek, të inkurajuar nga kisha ortodokse greke, filluan masakrat ndaj neve dhe në familjen time më kanë vrarë Imam Muharrem Bollatin, 82 vjeç, e kanë tërhequr zvarë në për shkallët e gurta të pallatit që i rrinim neve, edhe kanë vrarë atje poshtë. Unë vi nga një familje madhe patriotësh nga Pronjatër, që sërgjyshi im ka pasur ushtri dhe ka luftuar për krijimin e shtetit të parë grek. Ku e dinte ai gziu që nesër ata do t'i përzënin. Edhe këtu dua të theksoj një gjë. Dëshmitarët ndanë me publikun rrëfime të gjalla dhe rënqethëse nga përjetimet e tyre. Këta zëra mbajnë gjallë kujtesën dhe sfidojnë harresën. Specialistët e folklorit të Dropull shprehin shqetësim për trashëgimin e kulturës tek brezi i ri. Ata propozojnë që një nga ditët e javës mësimore të shpallet në shkolla si dita e folklorit. Kultura, traditat, folklori, doket dhe zakonet janë trashëguar brez pas brezin në Dropull. Dëshimet demografike në 3 dekadat e fundit kanë sjellë shumë shqetësime tek specialistët e folklorit, pasi fëmijët dhe të rinjt nuk kanë shumë mundësi për të trashëguar traditën, vallet dhe këngët tradicionale të zonës. Faktikisht unë kam punuar vite gati gjysmë shekullin në Dropull me folklorin, se kështu ishte puna ime. Por folklori në përgjithësi, kështu ndodh ajo, me kalimin e viteve merra domethënë forma të reja. Prandaj mendoj se i vetmi burimi dhe vetme mbështetja që duhet neve, të mbështetemi vetëm të nxënësit, se nuk kemi ndryshe nuk kemi domethënë të rinj. Bile kishe edhe një mendim, po që se bashkia do ta diskutonte ose ta studionte këtë, në qoftë do mblidhin disa të rinj edhe të reja që janë të mirë, do me thënë, në drejtim të vallës apo të këngës, mund t'i ftonim edhe ata këtu, qoftë edhe me pak shpenzime, dhe mund të bëjmë një provë për shembull një herë ose 2 herë në muaj. Dhe sa për të nxënësit të shkollës unë mendoj, dhe është mendimi im dhe duhet kjo, ngullukem, që çdo javë, një ditë të javës ta shpallim ditën e folklorit në shkollat, sidomos në dy shkollat të mesme, Bularat dhe Dervishan. Kurse mësues janë në pension, aktiviste e folklorit dhe pjesëtarë e grupit polifonik Zonja dhe Salos, Vasiliki Byçuni, përshëndet hapjen e kurseve në këtë fushë si në Dropull ashtu edhe në Greqi. Që të vazhdoj tradita, të vazhdojnë të gjitha këto gjëra, duhet që të bëhet diçka duke nisur që nga shkolla për mua. Veç pasaj mund të bëhen siç bëhen edhe jashtë shtetit, që bëhen si punë, siç mësojmë anglishtën, dikush të kurse, dikush të mirët me këtë punë. Shikoj këtë që bëhet tani në Gjirokastër dhe më pëlqeu shumë dhe pash një aktivitet pardje në Gjirokastër me fëmijët, ishte shumë i bukur sepse filluan të mirën njerëz të veçantë me fëmijët duke kultivuar që nga fëmijët të fusin dashurim për këngën, për folklorin, për çdo gjë të vendit. Aktualisht, në Dropull zhvillojnë aktivitet 3 grupe folklorike, ndërsa emigrantët Dropullit në Greqi kanë ngritur 5 grupe kulturore. Në një mbrëmje të mbushur me muzikë dhe emocione nga banda frymore e forcave të armatosura, nën titullin Turizëm përmes tingujve, dhuruan një performancë të paharrueshme në zemër të qytetit historik të Gjirokastrës. Tingujt e fuqishëm dhe melodik të orkestrës krijuan një atmosferë festive dhe mikpritëse për banorët dhe turistët. Turizëm përmes tingujve titullohej koncerti i orkestrës frymore të forcave të armatosura, i cili dhuroi një performancë të paharrueshme në zemër të qytetit historik të Gjirokastrës. Përmes këtij eventi muzikor, synohej promovimi i vlerave turistike të qytetit të Gurt, ndërsa u ndoq me interes nga vizitorët vendas dhe të huaj. E veçanta e këtij koncerti është se publiku është shumë afër orkestrës, ndryshe nga orkestrat e tjera, ku je në një sallë të mbyllur dhe emocionin mund ta marrësh në mënyrë të drejtë për drejtë nga spektatorët, po huan instrumentistët.
Është një nga formacionet më të vjetra muzikore në Shqipëri, e cila daton me themelimin e shtetit shqiptar dhe ka shoqëruar gjatë gjithë tyre 111 viteve gjithë ceremonialin e shtetit ton. Përbet nga muzikant shumë profesionist dhe ushtarak përsëri sepse janë të dyja, janë edhe muzikant dhe ushtarak shumë të devotshëm. Neve po bëjmë një tur turistik në Shqipëri, ndër të cilët është dhe Gjirokastra, si gjë e veçantë e imja edhe gjithë trupës. Titulli është Turizëm me tinguj muzikor, përcjell jo vetëm me marshe ushtarake, po edhe me pjesë shqiptare dhe me materiale të tjera gazmore, siç e dëgjuat. Koncert ka qenë vërtet shumë i mirë, me tinguj muzikor, me muzikë shqiptare dhe tuaj, dhe besoj që dhe turistët sot u kënaqën. Publiku është shumë afër orkestrës, ndryshe nga orkestrat e tjera ku jeni një sallë të mbyllur dhe ti emocionin mund ta marrësh në mënyrë të drejtë për drejtë nga spektatori dhe kjo e bën edhe më të veçantë orkestrën frymore. Ky aktivitet, pjesë e iniciativës Turizëm përmes tingujve, synon të promovoj kulturën dhe trashëgimin shqiptare, duke sjell muzikën e forcave të armatosura në skena të hapura, të lidhura ngushtë me identitetin lokal dhe historinë e zonës. Ku traditat shpesh harrohen, zëri një të riu si Aurel Male na kujton rëndësinë e ruajtjes së identitetit ton. Polifonia për të nuk është thjesht muzikë, por histori që duhet përcjell brez pas brezi. Ai shprehet se polifonia përfaqëson një pjesë të shpirtit dhe identitetit ton. Zëri një brezi të ri që nuk haron rënjët është edhe ai i Aurel Male, një 25 vjeçar me pasion të veçantë për polifonin, ruan me përkushtim këtë traditë shekullore, me një zë që tingëllon ndryshe dhe mbush skenën me emocion. Ai është rritur me këngës polifonike dhe për të nuk është thjesht muzikë, por një pjesë e shpirtit dhe identitetit të tij. Kam nisur që në klasën 9 një konkurs midis shkollave 9 vjeçare me profesor Asqeriun, kemi bërë një konkurs Gjirokastër, ka qenë era ime e parë në skenë atje. E kam trashëgimi nga prindrit e mi, pasion, jam rritur me këtë këngë. Synimi i tij, përveç dashurisë për këtë traditë, është ruajtja e saj dhe përcjellja tek brezat më të rinj. Dëshira më ka nxitur që të mos e lejoj pak nga ana ime që kjo traditë të vdesë apo të shuhet siç është në këto hapa për fat keq. Kjo është ajo që unë dëshiroj, që të përcillet e brezat dhe ta kemi trashëgimi sa të kemi mundësi ta ruajmë. Ndërkohë, Aurel Male apelon ndaj të rinjve që të mos largohen nga rënjët dhe të tregojnë më shumë interes për vlerat kulturore që na identifikojnë si komb. Nëse do të kujtosh apo do të tregosh se kush je dhe nga vjen, vish kostumin popullor që ta ka trashëguar gjyshi apo baba jot dhe transmeto sado pa nga kënga, polifonia apo vallja e cilës do trev që ne përfaqësojmë. Me pasionin dhe përkushtimin e tij, Aurel Male është shembulli një brezi të ri që beson se polifonia nuk duhet të mbetet vetëm kujtim, por duhet të mbijetojë përmes zërave të rinj. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen. Shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.